Duke se diskutuar për pajisjet DPI, të cilat tashmë janë kthyer në një shqetësim në opinionin publik, edhe pse nuk është se ka shumë transparencë në lidhje me to. Janë shqetësim në këndvështrimin tuaj? Sa duhet shqetësojnë qytetarët nga to? Kujt mund të shërbejnë? Çdo gjë jo transparente është shqetësim, them drejtën, dhe mënyra se si bëhet, sidomos para zgjedhjeve, është 10 fish shqetësim. Ndjenin time këtu ka pasur një ISP shpërndarës interneti që e ka pas DPI-n të instaluar për kohësh. Por duke qenë se si ISP ka qenë shumë strikte në respektimin e certifikatave të sigurisë, ISO e tjerë, nuk ka pas ndonjë problematik. Fakti që tani shteti, pas dështimit për bllokimin e TikTokut disa herë, Google-oj dhe gjeti që nga një sistem DPI që mund të instalohet dhe ta bllokojë tërësisht, ngre pikpyetje të mëdha, por nëse do kishte vullnet të mirë të përdorimit të DPI-s, sjell edhe gjëra shumë pozitive për vendin tonë. Kështu që është stik me dy presa. Cilat janë gjërat pozitive që sjell? Po DPI-ja për sigurinë kibernetike është niveli më i lartë i mbrojtjes për popullatën, evidentimi i viruseve që qarkullojnë, për shembull këto mesazhet e famshme në WhatsApp që po qarkullojnë, DPI-ja është shumë e saktë në gjurmimin dhe gjetjen e personave përgjegjës. Kush i ka nxjerr, prandaj doli kaq shpejt si? Por nëse vullneti nuk është, normalisht nuk zgjidh punë. Duhet të sqarojmë edhe një gjë tjetër, që DPI-ja nuk lexon mesazhet e WhatsApp-it, sinjalit, Telegramit, sepse po të ishte aq e thjesht, DPI-n do e kishin gjithë shtetet e botës, edhe do ishte bërë nami sot, dhe prandaj u arrestua dhe i famshmi CEO i Telegramit në Francë, sepse DPI-ja nuk depërtonte dot dhe u detyrua të ndryshonte sistemin e enkriptimit të Telegramit, që nëse ka një vendim gjykata, ai është i detyruar t'i çojë informacion shteteve.